Zonja dhe zotrin, ju përshëndes këtu nga studio qendrore në Dritare Televizion. Jemi drejt për së drejtin emisionin tim Intervista e ditës, ku ditën e sotme ne do të ndalemi tek protesta e opozitës, e cila do të organizohet ditën e sotme në orën 19:00 përpara godinës të kryeministrisë dhe do të mbarojë në orën 22:00. Do të kemë në një lidhje të drejt për drejt deputetin e Partisë Demokratike, zotin Dritan Sheun, të cilin e falenderoj që është në këtë lidhje dhe përshëndes në këtë momente. Zoti Sheu, ju falenderoj dhe ju përshëndes që ju kam në këtë lidhje të drejt për drejt që krijuat mundësinë për të qenë dhe ju pjesë e intervistës së ditës këtu në Dritare Televizion. Faleminderit. Faleminderit, përshëndetje juve. Faleminderit dhe kënaqësi. Zoti Sheu, çfarë bën ditën e sotme këtë protestë ndryshe nga protestat e tjera dhe pse kryeji i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha ju ka bërë një thirrje qytetarëve që t'i bashkojnë protestës të sotme në orën 19:00? Jo, protesta e sotme është një protestë shumë e rëndësishme në vazhdën e ballafaqimit të opozitës, të qytetarëve me këtë regjim, i cili realisht është një regjim që ka shkatruar demokracinë, ka krijuar varfëri të thellë, diskriminim për qytetarët dhe që po i përzë shqiptarët nga Shqipëria duke braktisur dhe duke përshtatisur vendin. Është një protestë do të thoya normale, janë shumë arsye që qytetarët shqiptarë duhet të protestojnë sot, pikërisht për të treguar disensin e tyre me këtë që po ndodh, me korrupsionin e madh që ka Shqipëria, me involvimin e futjen e krimit në provincione, me shkeljen e drejtave të qytetarëve, si është drejta e votës dhe elemente të tjerë të cilët janë klasike për problemet e mëdha që krijojnë regjimet në çdo vend. Pra, është një protestë e tillë që është në vazhdën e përpjekjeve që ka opozita, Partia Demokratike padyshim, opinioni publik shqiptar, për të dalë nga ky qerfull regjimet dhe për të hapur rrugën procesit demokratik, që më vonë të vendosi me forcën e votës se si do të qeverisë dhe kush do të qeverisë në Shqipëri. Ditën e sotme, zoti Sheu, në këtë protestë, a mendoni se opozita ka arritur të mobilizojë qytetarët apo është thjesht një protestë politike ditën e sotme? Shiko, protestë politike, çdo gjë mund t'i vësh në ngjyrën politike dhe çdo gjë ka ngjyrën politike. Por është një protestë e qytetarëve për vështirësitë e mëdha që kanë në Shqipëri, për varfërinë, siç thash, për shkeljen e drejtave, demokracisë, për djegjen atyre pallateve në atë mënyrë siç kemi parë që po digjen dhe ngelin 10 qytetarë pa shtëpi, për mohimin e drejtave thelbësore, për atë që shqiptarët po detyrohen të braktisin vendin në mira, për atë që realisht në Shqipëri vota nuk gjen vendin e saj. Pra, ju mund t'i vini ngjyrë politike, jo politike. Është një ballafaqim me një regjim i cili autokratik, i cili kërkon të shkeli me këmbë qytetarë shqiptarë në këto periudha. Ditën e sotme protesta do të organizohet nga ora 19 deri në orën 22:00. Këtë e ka bërë me dije kryeji i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha. Pritet që ditën e sotme të jetë një protestë agresive apo pritet që të jetë një protestë e qëndrueshme dhe ashtu paqësore? Shiko, Partia Demokratike gjithë protesta saj ka paqësore. Është pasaj lëvizja e njerëzve, lëvizja popullore, e cila padyshim ka qëndrueshmërinë e saj, ka forcën e saj në kundërbënie me regjimin. Protesta është një protestë që shpreh pikërisht vullnetin e njerëzve. Do jetë një protestë e gjerë, e madhe, qëndrueshme, e fortë, dinamike. Është një protestë që shpreh atë që kanë qytetarët brenda. Pastaj gjatë protestës janë qytetarët që vendosin. Ata marrin në dorë protestën dhe ata vendosin për nuancat e krimit saj, padyshim brenda një hapësire të gjerë demokratike të protestave. Kjo është. Pra këtu jemi. Nuk kemi pse shqetësohemi. Është një revolt popullore, paqësore ndaj këtij regjimi. A mendoni zoti Sheu se ditën e sotme aktualisht, domethënë në periudhën të cilën ne po kalojmë, Shqipëria ka të bëjë me një krizë të thellë? Shqipëria ka të bëjë jo krizë të thellë, ka një krizë pluridimensionale, katastrofale, që ka prekur të gjitha hapësirat e jetës së vendit, që nga ekonomia, që nga elementet sociale, që nga siguria, që nga politika e jashtme. Një krizë që thash pak përpara po i detyron qytetarët të braktisin vendin, nuk ka krizë të madhe se kjo. Shqipëria është braktisur sikur ndonjëherë në historinë e saj në këtë periudhë. Pra kemi një krizë realisht që duhet përballuar dhe mënyra vetme për të përballuar krizën është lëvizja popullore, sepse regjimet përballohen me lëvizje popullore, që t'i japi rrugë pastaj lëvizja popullore, votës së lirë dhe vendosjes së demokracisë. Ky është parimi thelbësor, ky është elementi kryesor në demokraci.
Dhe një nga ato elemente është protesta që kanë, ashtu si ne kemi një hapësirë të madhe lëvizjes politike në parlament, jashtë parlamentit, në protestat, në media si jemi sot bashkë, dhe në shumë elemente të tjerë, pranë opinionit ndërkombëtar, për të treguar qartësisht rrezikun e madh që po e kërcënon Shqipërinë nga ky regjim që është instaluar tashmë dhe që duhet të ndalë. Do të kemi një përshkallëzim të protestave në ditët në vijim, zoti Shehu? Është një program i tërë, i zhvillimit protesta, padyshim do shkojnë, do ecin, do zhvillohen, do zgjerohen. Është një program i vërtet që po ecën. Ju keni parë në parlament, kudo ne kemi një program që po ecim. Sot kemi lënë këtë protestë në Tiranë. Nesër ju do të njoftoheni, do shihni dieni për çfarë do jenë hapat e tjera. Por sot duhet të jenë protestë gjerë, ballafaquese, për të ndalë regjimit e qëndrueshme. Dhe kjo është. Edhe hapat gjatë protestës do të komunikohen gjatë protestës vetë, në bazë të shumë faktorëve që do ketë në zhvillim gjatë kësaj proteste të sotme. Aktualisht Partia Demokratike ka besueshmëri tek qytetarët dhe demokratët e saj nga disa zhvillime të fundit që është marrë nga disa përjashtime që janë bërë brenda strukturës së Partisë Demokratike, zoti Shehu? Së pari unë nuk di të kenë bërë përjashtime. Mund të ketë njerëz që largohen, qafë që vinë, kjo është demokracia. Nuk di që të jetë përjashtuar njëri nga Partia Demokratike. Gjithse kush është i lirë që merr dhe pozicionet e veta politike. Ka dhe disense, Partia Demokratike ka dhe fraksionet brenda saj një zyrtarisht. Pra, është një parti e cila ecën përpara dhe kërkon dhe që gjithmonë tepër ka si soliditet konceptin e bashkimit, zgjerimit dhe kështu jemi. Pastaj nëse dikush ka një hapësirë tjetër, kërkon një hapësirë tjetër, kërkon një viabilitet politike, okej, është drejt atij. Partia Demokratike ka dhe rregullat e saj që duhen respektuar për të qenë pjesë e saj, siç ndodh në çdo parti demokratike të botës. Kjo është në rregullat numër 1. Unë mendoj që Partia Demokratike ka mbështetjen e gjerë të njerëzve, është lider e opozitës, shprehja e vetme e Shqipërisë për të dalë nga ky qerfull i regjimit, por ama edhe nga ana tjetër do të them që edhe qytetarët duhet të kuptojnë qartësisht që po nuk ballafaqohen me regjimin, gjërat do shkojnë keq ose keq. Ky nuk është një problem, një çështje që do ta zgjidhë vetëm Partia Demokratike. Partia Demokratike është partia opozitare, kryesore, jep linjat, bën sqarimin politik, siç po e bëjmë, por ama në fundit janë njerëzit që duhet, edhe ata që duhet të reagojnë. Që duhet të reagojnë që vota e tyre të ketë hapësirë, të ketë vend, të ketë efekt. Dhe pastaj me votë të vendosin kush do qeverisë, kjo nuk do thotë gjë. Por mas pari ja duhet krijuar mundësi për të votuar të lirshëm dhe në mënyrë demokratike në Shqipëri. Kjo është e rëndësishme. E qartë, pra ju doni të thoni që ka besueshmëri në brenda strukturës të Partisë Demokratike nga qytetarët e saj dhe demokratët, por zoti Shehu ditën e sotme që do të organizohet protesta e opozitës në orën 19, ju do të jeni vetë i pranishëm në këtë protestë dhe a priten që të kenë edhe militantë në këtë protestë? Patyshim që do jem në ratë të parë me ata që kanë ardhur dhe që po vinë, janë nisur rrugës, janë pjesë ndërmuese nga qarku i Gjirokastës, ku jam deputet. Do jem bashkë me ata, antarë Partisë Demokratike, simpatizantë, njerëz që duan të protestojnë, të cilët po vinë nga të gjitha bashkitë e Gjirokastës, nga gjithë degët tona të Partisë Demokratike e qarkut të Gjirokastës, që nga Përmeti, që nga Kërcyra, që nga Maria, Tepelena, Gjirokasta, Dropulli, Libohova, të cilët janë duke ardhur, pjesë më telefonojnë, po thonë, po vinë rrugës janë, do takohemi dhe do protestojmë gjithë së bashku. Kjo është e padiskutueshme. Ky është rregulli numër 1 dhe është detyra numër 1 dhe çdo deputeti realisht jemi realist. E qartë, do të kemi një protestë, gjithë protestat e tjera që do të mbahet një fjalim nga lideri i saj, gjithashtu edhe nga grupet e tjera të deputetëve brenda Partisë Demokratike, gjithashtu edhe nga grupi rinor i saj. Të drejtë nuk jam interesuar shumë për skenarin. Ka pas skenare të ndryshme herët e fundit. Unë besoj që janë dhënë edhe sqarime për të gjë. Është një grup që drejton protestën, që organizon skenarin, i cili do të veprojë dhe unë nuk e di them drejtën skenarin e qartësisht, po di që sot është një protestë e madhe që do shpreh vullnetin e Shqipërisë, vullnetin e shqiptarëve për të përmbysur të regjimit i cili realisht i ka krijuar dëmet pa imagjinueshme në vendi. Çfarë pritet të ndodhë pas kësaj proteste ditën e sotme? Ato ta shikoni vetë në vazhdimin e saj. Nuk mund të them elementet e zhvillimit, u them vetëm elementin e fillimit, pjesëmarrjen në protestë. Të tjerë duhet të shikoni gjatë protestës. Kjo është, thash, ka njerëz ka një grup që monitoron, që drejton,
Ashtu që ka dhe një vullnet popullor për të dhënë atë drejtim që ai gjykon që njerëzit gjykojnë sipas vullnetit të tyre të japin protestës. Është një drejtë demokratike. Kur fillojnë protestat, kur vullnojnë mira njerëz, padyshim në një shumicë raste janë ata që vendosin pasaj për sulmin e protestës. Pasaj protesta, mendoni se do të kemi disa ndryshime në çmimet e disa produkteve të shportës, gjithashtu edhe në çmimin e naftës, që mendoj që edhe protesta mund të organizohet edhe në këtë, mund të ngritet edhe kjo një ndër nga këto pankartat e protestë ditën e sotme. Padyshim, problemi i çmimeve lidhet problemi i çmimeve të karburantit, çmimet naftës janë në majat e çmimeve në gjithë botën, edhe pa krizën energjetike, krizën e karburanteve që është sot. Është një problem kryesor, është një pjesë e luftës kundër varfërisë, pjesë e luftës kundër diskriminimit shqiptarëve, që janë kushte më të vështira se gjithë të tjerët. Padyshim është dhe do të jetë. Janë shumë elementë, unë thash pak përpara, kolonat janë të gjëra të kësaj proteste, duke përfshirë si kolona politike, sociale, ekonomike, të drejtave, të votës, të lirive, që janë pjesë një proteste, si kjo e sotmja. Të jeni të bindur. Sa do influencojë kjo pasaj të vendimet e qeverisë, unë mendoj se është e kohë humim kohë duke shpritur që kjo qeveri të ndryshojë qëndrimet e saj, të disfavorshme dhe antipopullore, por është ai që duhet të koncentrohemi është kjo, të godasim të këtij regjim, të bëjmë që ky regjim të çarmatoset nga armët me cilët deformon demokracinë, kalojmë në votat në votë të lirë dhe pastaj të vendoset sikur të qeverisi. Zoti Sheu, keni ndonjë fjalë për t'u thënë qytetarëve ditën e sotme përpara protestës? E keni mundësinë që mundet të prenonconi drejt për së drejti këtu në televizionin tonë Dritare TV? Unë do them në radhë të parë për qytetarët e Gjirokastrit, ata që po vinë nga qarku i Gjirokastrit, që pjesë ndërmues janë në rrugë, një pjesë kanë arritur. Absolutisht. I bëj një thirrje gjithashtu edhe qytetarëve të tjerë të qarkut të Gjirokastrit që nuk kanë vinë dot në Tiranë. Në ndjekin me emocione, me dëshirë, me vullnet, me entuziazëm, ande nga janë, nëpërmjet të mënyrave të komunikacionit që jemi. Pra këtu që është, unë mendoj që kjo është sa më shumë njerëz, sa më qëndrueshmëri, sa më entuziazëm, sa më dinamik në protestën e sotme. Zoti Sheu, unë të falenderoj që të pata ditën e sotme këtu në Dritare Televizion në emisionin tim Intervista e ditës. Ne së bashku do të mbetemi sërish në kontakt dhe për të rejat e fund që do të kemi nga protesta e opozitës, e cila do të organizohet ditën e sotme në orën 19:00. Të falenderoj zoti Dritar Sheu që të pata ditën e sotme. Kënaqësi. Zonja dhe zotrinj, ishim në një lidhje të drejt për drejt me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Dritan Sheu. Ju lutem qëndroni në Dritare Televizion, pasi ne së bashku do të jemi në një intervistë të radhës. Faleminderit.